Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Shqipëria bën një tjetër hap drejt Bashkimit Evropian. Në Bruksel u çelën negociatat për një tjetër kapitull të rëndësishëm me fokus ekonominë. Kryeministri Rama tha se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian po ecën pa ndalim, ndërsa komisionerja për zgjerimin Marta Kos uroi Shqipërinë dhe tha se vendi është një hap më pranë Bashkimit Evropian. Në 8 muajt e fundit, Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në 27 fusha. Shqipëria është një hap më pranë Bashkimit Evropian. Këtë të njëjtën në Bruksel u mbajt konferenca e 5 ndërqeveritare, ku u hapën negociatat për grup kapitullin konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, e dyta në më pak se një muaj. Në emër të Shqipërisë, bisedimet i udhëhoqi ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, i cili ishte i shoqëruar nga ministri Adea Pirdeni dhe kryenegociatorja Majlinda Dhuka. Hapja e sotme e 8 kapitujve të rinj pasqyron progresin e bazuar në merit të Shqipërisë dhe është një shenjë e qartë se sa larg kemi arritur në një kohë kaq të shkurtër. Rruga jonë drejt Bashkimit Evropian nuk ka qenë kurrë më e qartë ose më e vendosur. Kryeministri Edi Rama vlerësoi ritmin e lartë me të cilin po punohet për integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë tha se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian vazhdon pa ndalim. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi çeljen e negociatave për 8 kapituj të rinj nga grupi 3, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Deri tani janë hapur negociatat për 24 kapituj në vetëm 8 muaj dhe mbeten vetëm 11 të tjerë për t'u hapur, një ritëm tejet i lartë që tregon përparimin e Shqipërisë dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian për të arritur objektivin e përbashkët të mbylljes së negociatave në 2027. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos uroi Shqipërinë për hapjen e grup kapitullit të tretë, duke cilësuar një hap tjetër më afër Bashkimit Evropian. Urime Shqipërisë për hapjen e grupit të tretë mbi konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Kjo do të thotë një ekonomi më e fortë shqiptare në dobi të qytetarëve tuaj dhe një hap tjetër më afër Bashkimit Evropian. Zgjerimi i Bashkimit Evropian ka të bëjë me përparimin ditë pas dite. Grup kapitulli për konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse përfshin politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor si dhe median e transformimin digjital. Kjo do të thotë shërbime publike më të thjeshta dhe transparente, mbrojtje më të fortë për punëtorët dhe vende pune më të sigurta. Po ashtu bizneset shqiptare do të kenë mundësi të rriten dhe të jenë konkurruese në tregjet europiane, ndërsa të rinjt shqiptar do të kenë më shumë akses në arsim, bursa, kërkim shkencor apo edhe programet e trajnimit të Bashkimit Evropian. Për gjatë këtyre 8 muajve, Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian për 27 fusha. Fillimisht u çel grup kapitulli themeloreve, që përfshin sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Më pas u hapën negociatat për grup kapitullin e marrëdhënieve me jashtë, si dhe tregun e brendshëm. Ambicia e qeverisë është që deri në vitin 2027 të mbyllen të gjithë grup kapitujt e integrimit, në mënyrë që brenda 2030-s Shqipëria të jetë anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Ky objektiv u konfirmua edhe nga liderët dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, të cilët nga Tirana rikonfirmuan mbështetjen për perspektivën europiane të Shqipërisë. Kryeministri Rama ka garantuar se qeveria shqiptare do të ketë në vëmendje dhe shqiptarët e Preshevës si për të drejtat e tyre ashtu edhe për perspektivën ekonomike. Rama ju drejtua me një letër kryetares së komunës së Preshevës Ardita Sinani në përgjigje të urimit të dërguar prej saj për fitore në zgjedhjet e 11 majit. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kalas, tha në Prishtinë se Unioni ka nisur të heqë disa nga sanksionet e vendosura 2 vite më parë Kosovës. Por diplomatja shtoi se është e rëndësishme të tregohet me fakte konkrete se është tensionuar situata në veri të Kosovës. Sanksionet u vendosën pas një përplasje në veri në maj të vitit 2023 si ndëshkim për qëndrimin e qeverisë së Kosovës në shpërfillje të kërkesave të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Erion Veliaj është vënë për herë të parë në një akuzë direkte nga SPAK. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili po jetohet së bashku me të shoqen për korrupsion, tani akuzohet për fshehje pasurie në formën e një apartamenti te Kodra e Diellit në Tiranë. Akuza vjen vetëm 3 ditë pas reagimit nga qelia të Veliajt, në të cilin në shqip dhe anglisht ai deklaroi se po pengohej në punën e tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Prokuroria e posaçme ka rënduar pozitat penale të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, përveç veprave penale të korrupsionit e pastrimit të parave.
për të cilat ai u arrestua në shkurt të këtij viti, SPAK e akuzon edhe për fshehje ose refuzim për deklarim të pasurisë. Bëhet fjalë për një banesë në zonën e Kodrës së Diellit që rezulton në pronësi të Veliajt dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoxa, e cila me urdhër të SPAK është vendosur në sekuestro. Pak ditë më parë përmes avokatëve të tij mbrojtës Veliaj dorëzoi rekurs në gjykatën e lartë, ku kërkoi heqjen e masës së arrestit në burg. Prej datës 10 shkurt, kryetari i Bashkisë së Tiranës mbahet i arrestuar me dyshimin se është i përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash, por tashmë do të përballet edhe me akuzën tjetër të fshehjes së pasurisë. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Erion Bani, që pranoi kërkesën e prokurorisë së posaçme. Edhe në seancën e mbajtur 2 ditë më vonë, më 12 shkurt, për vlerësimin e masës së arrestit të dhënë në mungesë ndaj Veliajt, ky i fundit përmes avokatëve ofroi dhe garanci pasurore në këmbim të lirisë, por u refuzua nga gjykata. Të njëjtin vendim dha edhe gjyqtari i apelit Enigert Plumbi, që sërish refuzoi kërkesën e avokatëve të Veliajt për lirimin e tij nga qelia. Nga hetimet ka rezultuar se Velia në cilësinë e kryetarit të bashkisë ka ngritur një skemë të mirëfillt kriminale në bashkëpunim me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxën, biznesmen dhe organizata jo fitim prurse të lidhura me të, për përfitimin e shumave monetare. Për të njëjtën ndosje po hetohet edhe bashkëshortja e Veliajt Ajola Xoxa, që përveç 2 veprave penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave, po hetohet në gjendje të lirë edhe për fshehje pasurie dhe mosdeklarim të ardhurave. Një ditë pas operacionit të madh kundër trafikut të drogës të zhvilluar nga SPAK dhe antimafia, gjykata ka nisur saktimin e masave të sigurisë për të arrestuarit. Për 2 prej tyre të kërkuar nga drejtësia italiane, gjykata pranoi nisjen e procedurave për ekstradim dhe i la në burg deri në dërgimin e tyre në Itali. Gjykata penale e Tiranës miratoi kërkesën e palës italiane për nisjen e procedurave të ekstradimit për Gentin Derjakun, i njohur edhe me emrin Ekil Derjaku, dhe Ervis Detin, të arrestuar gjatë operacionit të përbashkët mes prokurorisë së posaçme dhe asaj të Barit në Itali për goditjen e organizatës kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike. Me kërkesë të prokurorit të Tiranës Endrit Bimi, gjykata caktoi masën e arrestit në burg deri në mbritjen e dokumentacionit nga shteti italian. Në të njëjtën kohë, gjykata shpalli mos kompetencë dhe kalimin e akteve në gjykatën e Durrësit për të vendosur për ekstradimin si gjykatë kompetente, pasi 2 të arrestuarit janë banor të këtij qyteti. Derjakut fillimisht i është komunikuar masa e sigurisë në qeli, pasi në kohën kur është zhvilluar operacioni, ai mbaheti i izoluar dhe po gjykohet si një nga personat e përfshirë në ngjarjen e mbikalimit të Shkozetit në 1 nëntor të vitit 2019, ku pas një atentati mbeti i plagosur ish prokurori Arjan Doja dhe humbi jetën shoferi i tij Andi Maloku, ndërsa i arrestuari tjetër Ervis Deti u prangos gjatë operacionit të koduar ura, pas urdhër arresti të lëshuar nga gjykata e Barit në Itali. Për personat e tjerë të përfshirë që është caktuar në mungesë masa e sigurisë arrest në burg, pritet që të dalin të premten përballë gjykatës së posaçme për t'u njohur me masat e sigurisë. 3 grupet kriminale që funksiononin për trafikun e drogës, 2 në Shqipëri dhe 1 në Itali, sollën mbi 1.8 ton drogë nga Turqia dhe Ekuadori. Sipas Eurojust, heroina dhe kokaina futeshin përmes Shqipërisë, ndërsa trafikanti Dursak, i njohur si Visi i Pojës, garantonte trafikun e drogës drejt Italisë në lidhje të ngushtë me një tjetër Dursak dhe koke grupit me emrin Adi Çoba. Grupi Poja që u godit nga hetuesit italian në bashkëpunim me SPAK kishte në përbërje 3 nëngrupe, që funksiononin të ndërlidhur për trafikun e tonelatave kokain dhe heroin. Grupi i cili në total kishte 40 shqiptar dhe 12 italian, kishte role të ndara nga financimi, gjetja, magazinimi dhe shpërndarja e lëndës narkotike. 2 prej nëngrupeve ishin të vendosura në Itali, ku një prej tyre merre me laborator për të ndarë dhe paketuar kokainën dhe heroinën, ndërsa grupi tjetër kishte rolin e shpërndarjes mes tyre dhe 6 shoferë autobusësh të linjës Durrës-Bari. Por kush janë 3 drejtuesit kryesor të grupit Poja që merreshin me trafikun e kokainës? I pari i këtij grupi ishte Elvis Doçi, i njohur edhe si Visi i Pojës. Ai drejtonte rrjetin e trafikantëve, ndërsa ish përfituesi kryesor i parave që vinin nga shitja e drogës. Jo vetëm Elvis Doçi, por në grupin kriminal të Durrësit kishte edhe një tjetër person, bëhet fjalë për Indrit Tafilin, i cili rezulton të jetë një tjetër figurë qendrore në grupin kriminal që trafikonin kokainë dhe kryenin pastrim parash. Indrit Tafili rezulton se është lidhje familjare Elvis Doçit. Nga hetimet rezulton se Tafili në bashkëpunim me Erlind Laskun arrinin të transportonin parat me autobusët e udhëtarëve. I treti që po ashtu drejtonte një grup kriminal në Itali është Adi Çoba. Ky i fundit rezulton të koordinonte dhe drejtonte nga Shqipëria aktivitetin e anëtarëve të tjerë të organizatës në Itali. Në dosjen italiane,
Çoba është përfshirë edhe vetë në trafikun e drogës, ku në janar të vitit 2022 nga Shqipëria është dërguar drejt Italisë rreth 25 kg heroin. Nga anëtarët e grupit kriminal, Çoba njihen ndryshe, edhe si Bazholi, Bisha, Ishëndoshi apo Cigani. Pjesë e këtij grupi rezulton të jetë edhe emri i Redi Tushës, vëllai i Ervis Tushës, një prej truprojave të Sali Berishës. Ai del në përgjimet ambientale të kryera ndaj Ergis Presit, Genci Telollarit dhe Gerti Aliut, teksa është i përfshirë në trafikun e heroinës. Pas aksionit të së mërkurës, policia zhvilloi një kontrolle në portin e Vlorës, ku dyshohet se është përdorur nga grupi kriminal për trafikuar drogë. Përveç sasisë të kapur nga autoritetet, grupi Poja, sipas hetuesve, ka mundur që të shpërndajë dhe të përfitojë para nga shitja 1.8 ton kokainë dhe heroin. Një maroken është përfshirë në vrasjen e Ermir Dedjes 3 ditë më parë në Durrës. Policia ka shpallur në kërkim marokenin dhe një shqiptar që dyshohen si bashkëpunëtor në atentatin ndaj 29 vjeçarit. Marokeni kishte sjellë në Shqipëri automjetin me të cilin lëvizën autorët, ndërsa sipas sistemit TIMS, ai dhe shqiptari i shpallur në kërkim janë larguar nga Shqipëria pas vrasjes. Në automjetin e djegur në Gërdec janë sekuestruar disa prova që po analizohen në laborator. Blendi Teta, një nga të akuzuarit për vrasjen e Santiago Malkos, 6 vite më parë, do të rigjykohet në apelin e posaçëm. Gjykata e lartë vendosi rrëzimin e dënimit të tij me 25 vite burg dhe rikthimin në të njëjtën gjykatë me një tjetër trup gjyqtarësh. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e apelit të posaçëm për dënimin me 25 vite burg të Blendit Tetës, i akuzuar për përfshirje në vrasjen e ish policit Santiago Malko më 27 gusht 2019. Shkalla e tretë e gjyqësorit në dhomë Këshillimi vendosi prishjen e vendimit të apelit të datës 14 qershor 2022 dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në këtë gjykatë me një tjetër trup gjykuese. Pasi të përcaktohet trupa gjykuese, do të jetë sërish gjykata e apelit të posaçëm që do të marrë vendimin për Blendit Tetën. Ky i fundit më herët u dënua nga apeli me 25 vite burg në akuzën e përkrahjes së autorit të krimit. Sipas PAK, Blendi Teta vëzhgoi lëvizjet e mikut të Ervis Martinajt Santiago Malko dhe informoi autorët duke i ndihmuar në ekzekutimin e tij. Vëllezrit Leonard dhe Erlis Duka, sipas hetimeve të prokurorisë, ishin organizatorët dhe porositësit e krimit, ndërsa të dyshuar për këtë vrasje janë edhe Ilir Selmani, Oltion Loga, Aleksandar Maxhaku, Fatmir Hyseni, Dritan Agaj, Gjoni Nica dhe Elvis Gaçaj. Sali Berisha ka gjetur poshtë urës së drogës arsyen e humbjes së tij në 11 maj. Kreu i Partisë Demokratike ka sulmuar aksionin ndërkombëtar të udhëhequr nga Dia Italiane dhe SPAK, duke akuzuar Dumanin se ka gënjur italianët dhe ka lënë grupin e Durrësit të vjet votat të dielën e zgjedhjeve. Doktori ka bërë sikur ka harruar dhe i shmangur pyetjeve për vëllain e bodyguardit të tij, që rezulton nga kokat e këtij grupi të rrezikshëm trafikantësh, por nuk ka harruar të kërkojë qeveri teknike dhe zgjedhje të reja. Sali Berisha ndryshoi qëndrim 180 gradë për operacionin antimafias dhe SPAK. Nga sukses, ai e konsideroi një mashtrim dhe gjeti menjëherë arsyen që nuk e gjente prej ditësh për humbjen e zgjedhjeve, sigurisht dhe autorin e gjithçkaje, që atij shkon ters prej 3 vjetësh, Altin Dumanin. Sepse Altin Doçi, poja i skapit, deklaroi djeve se e kishin vendosur me antimafjen që të mos i arrestonin në kohën kur ata kërkuan. Çka tregoi se ai ka mashtruar antimafjen vetëm e vetëm që kryekriminali i Durrësit Ergys Agasi me bandën e tij nga Edi Rama të kryenin operacionin elektoral që kryen. Berisha akuzon se Rama dhe bashkëpunëtorët të tij janë të lidhur me këtë operacion, por i vetmi politikan i lidhur me eksponentët e këtij operacioni është vetë doktori, sikleti urdhër arrestit për vëllain e truprojës së tij më besnik, Redi Tushës, ishte i dukshëm, ndonse doktori nuk e përmendi asnjëherë. Bile u shmang edhe pyetjeve të gazetarëve, por ndërsa akuzoi se Dumani shtyu ekzekutimin e urdhër arresteve për të mbrojtur visin e pojës, haroi të thoshte se po ashtu, arrestit i shpëtoi edhe Redi Tusha, vëllai i njeriut të cilit i ka besuar jetën. Sot në vend të tij duhet të ishte Altin Dumani. Duhet të ishte Altin Dumani në vend pojës.
sepse tregoj që ka blokuar operacionin. Dhe natyrisht ai do marrë një dekorat nga Edi Rama për përmbushjen e mirë të misionit që i bëri. Dhe këtu ju kthye misionit të tij 30 vjeçar, mision që nuk e ka përmbushur dot kur. Krijimi i qeverie teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Si provë 10 ditë pas zgjedhjeve, ai nxori 10 flet votimi nga qarku i Elbasanit. Aty Partia Demokratike humbi me 50.000 vota diferencë. Doktorin kjo kur nuk e ka penguar për të kundërshtuar rezultatin, po kësaj radhe kundërshtimi pa dashje i erdhi nga vetë kandidati i tij humbës. Për çfarë kemi parë, nuk kam parë vula. Nuk kam parë vula sepse nuk e kam kthyer nga mbrapa, po më duket vula nuk ishte. Konferenca e të njëjtës së paku ishte përfaqësuese, veç pranisë zhurmuese të doktorit si humbës kombëtar dhe të Bledi Himçit si humbës mandatesh, në sallë ishte edhe Tomor Alizoti, por njeriu që dikur kërcënoi se do ante kundërshtarët, sot të ngri vetëm gjuhën e tij. Autobusi i Ahmeti Travel, shoqëri transporti në pronësi të kryetarit të Partisë Demokratike në Sarandë, Shpëtim Ahmeti, është sekuestruar në Igumenic. Mediat greke thonë se në brendësitë e autobusit ndodheshin 2 persona që po kalonin drejt Greqisë pa dokumenta. Në pranga përfundoi shoferi i autobusit. Arrestimi u krye gjatë kontrollit të ushtruar nga policia greke dhe në kuadër të hetimit paraprak, autobusi u sekuestrua ndërsa i arrestuari u dërgua në prokurorinë e gjykatës së Shkallës së parë të Thesprotis. Një 41 vjeçar shqiptar është ekzekutuar me armëzjari në zonën bregdetare të Rafinës në Athinë. Viktima Altin Arapaj rezulton një emër i njohur për policinë greke. Ai kishte precedent për disa vepra penale dhe ishte i përfshirë në trafik droge. Dyshohet se ai është vrarë nga një bashkëdhetar pikërisht për prishje të pazareve të drogës. Mediat greke raportojnë se para se të qellojë, 41 vjeçari ka arritur të telefonoj familjen dhe i ka thënë gruas emrin e autorit. Familjarët njoftuan me njëherë policinë teksa gjetën trupin e Pajet Arapajt në vreshtin ku ai punonte. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje. Studentët amerikanë nuk do të kenë më mundësi të studiojnë në Harvard. Trump ka ndaluar universitetin të regjistrojë studentët e huaj. Departamenti i Sigurisë akuzon Harvard se ka krijuar një mjedis të pasigurt dhe ka lejuar terrorizmin dhe anti-amerikanët të sulmojnë studentët e brenj. Vetë universiteti e quajti vendimin e administratës Trump të palishëm dhe deklaroi se nuk do ta zbatojë atë. Administrata e Donald Trump i ndaloi Universitetit të Harvard të regjistrojë studentë të huaj. Mira studentë që janë aktualisht të regjistruar duhet të transferohen në shkolla të tjera ose të largohen nga vendi. Departamenti i Sigurisë Kombëtare njoftoi vendimin, duke thënë se Harvard ka krijuar një mjedis të pasigurt në kampus, duke lejuar agitatorët anti-amerikan dhe pro-terrorist të sulmojnë studentët hebrejnë. Pa dhënë ndonjë provë, departamenti gjithashtu akuzoi Harvard për koordinim me Partinë Komuniste Kineze. Harvard regjistron thuajse 7.000 studentë huaj në kampusin e tij, që përbëjnë më shumë se 1/4 e trupës studentore. Shumica janë studentë tashmë të diplomuar, që vinë nga më shumë se 100 vende të botës. Në një deklaratë universiteti e quajti vendimin e administratës së Trump të palishëm dhe shprehu përkushtimin për të vijuar të pres studentë huaj që pasurojnë vetë institucionin dhe Shtetet e Bashkuara. Ky veprim akmarrës kërcënon një dëm serioz për komunitetin e Harvard dhe vendin ton dhe minon misionin akademik dhe kërkimor të universitetit, thuaj në një deklaratë. Ndërkohë një gjykatës në Kaliforni e bllokoi administratën e Trump nga ndërprerja e statusit ligjor të studentëve të huaj në të gjithë vendin. Urdhri i gjykatësit i ndalon qeverisë të arrestojë, burgosë ose zhvendos studentët diku tjetër, bazuar në statusin e tyre ligjor, derisa çështja të zgjidhet. Studentët megjithatë mund të arrestohen për arsye të tjera dhe statusi i tyre ligjor mund të revokohet nëse dënohen për një krim të dhunshëm që mbart një dënim me burg prej më shumë se 1 viti. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar që Harvard të bëjë ndryshime në punësimin, pranimet dhe praktikat e mësimdhënies për të ndihmuar në luftën kundër antisemitizmit në kampus. Shtëpia e Bardhë ka kërcënuar të revokojë statusin e universitetit të përjashtuar nga taksat dhe të ngrijë miliarda dollar në grante qeveritare. Harvard më parë tha se kishte ndërmarrë shumë hapa për të adresuar antisemitizmin.
Administrata e Trump ka kërkuar të gjitha të dhënat disiplinore për studentët jo emigrant të regjistruar në Harvard gjatë 5 viteve të fundit. Kjo erdhi pas protestave të vazhdueshme në kampuset amerikane në mbështetje të Palestinës. Disa studentë janë arrestuar muajt e fundit për pjesëmarrje në këto protesta dhe administrata e Trump i ka akuzuar se mbështesin Hamasin dhe terrorizmin. Erdogan thot se ky është mandati i tij fundit si president dhe nuk synon të kandidojë sërish. Por presidenti i Turqisë thot se nuk do ta mbyll këtë mandat pa ndryshuar kushtetutën, të cilën e konsideron të shkruar nga ata që planifikuan grusht shteti. Recep Tayyip Erdogan nuk po mendon të kandidojë sërish për president, edhe pse është i vendosur për të çuar para ndryshimet kushtetuese në Turqi. Erdogan tha se është interesuar vetëm të përmirësojë imazhin e vendit dhe të ndryshojë kushtetutën që sipas tij është shkruar nga ata që planifikuan një grusht shteti. Nuk kam ndërmend të rizgjidhem ose të kandidoj përsëri për president. Jam interesuar vetëm të përmirësoj imazhin e vendit. Turqia nuk mund të vazhdojë me një kushtetutë të shkruar nga komplotistët e grushtit të shtetit. Ne kemi nevojë për një kushtetutë të propozuar nga qytetarët. Presidenti turk tha se partia e tij ka filluar hartimin e një kushtetutë të re dhe gjithashtu i bëri thirrje opozitës të marrë pjesë në këtë proces. Ai theksoi se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme, edhe pse thirrjet për një hap të tillë janë shtuar. Erdogan ka qeverisur Turqinë për 20 vjet, së pari si kryeministër dhe që nga viti 2014 si president. Mandati i tij aktual përfundon në vitin 2028. Tërheqja që ai deklaron vjen në një kohë kur situata politike në Turqi është e tensionuar. Rivali më i madh i Erdogan, që shihet si një pretendent kryesor për të fituar zgjedhjet e ardhshme, është burgosur. Kryebashkiaku i Istanbulit Ekrem İmamoğlu u arrestua me akuzat për korrupsion, por opozita dhe qytetarët thonë se ky ishte një veprim i motivuar politikisht për të eliminuar kundërshtarin e Erdogan. Arrestimi i İmamoğlu u pasua nga protesta të mëdha kundër Erdogan dhe qeverisë së tij dhe mbështetja për kryebashkiakun u rrit, edhe pse ai ndodhet pas hekurave. Mirë, me mua në program nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë bashkohet gazetari i njohur Fatos Mahmudaj. Fatos, mirëmbrëma, kënaqësi që je drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Fatos, pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, çfarë mban Berishën akoma në krye të Partisë Demokratike? Atëherë, e kemi thënë dhe herë të tjera që Berishën në krye të Partisë Demokratike e mban vetëm interesi i tij dhe interesi i familjes së tij. Pra, Berisha e konsideron Partinë Demokratike si një pronë personale dhe një pronë familjare dhe ai nuk e lëshon drejtimin e Partisë Demokratike pasi e di që pasi të lëshoj Partinë Demokratike, atë të cilën e përdor si mburoj ndaj drejtësisë, ndaj spakut, ndaj çështjeve të hapura penale dhe çështjeve në hetim, ndaj tij e di që përfundon në burg. Atëherë dhe mburoja e fundit që Berisha ka është të përdor Partinë Demokratike si një lloj mburoje personale për veten dhe për familjen e tij. Shiko Fatos, në deklaratat e tij publike, Berisha e ka bërë të ditur që nuk do të rriqet nga Partia Demokratike, pasi e konsideron veten si një misionar. Por, dikush do pyeste misionar për çfarë, kur ai nuk arriti të fitonte zgjedhjet parlamentare? Po, sigurisht, Berisha e ka në natyrën e tij mënyrën e manipulimit dhe të intrigës. Atëherë, si i tillë, ai nuk ka turp, domethënë të përdor dhe terma të tillë, ti duket vetja misionar dhe nuk e di, domethënë, kush arrin t'ia besoj këto gënjeshtra, pasi e sigurt fare dhe ata të cilët i ka pas vetes nuk ja besojnë dhe sigurisht që dhe ai vet nuk i beson këto. Por, gjithsesi, ai nuk heq dorë nga intriga dhe duke menduar që me intrigat e tij vazhdon të ketë atë pjesën e tij të elektoratit me vete, pra duke menduar se po i mashtron, dihet që dhe ata që i shkojnë për interesa dhe askush nuk i shkon Berishës për parime apo për program elektoral e tjera. Berishës i shkojnë vetëm për interesa. Pra, parimi është që t'jesh afër Berishës për të patur benefite të tjera. Dhe kështu që Berisha vazhdon të gënjej vetveten, të gënjej ata të cilët i shkojnë nga mbrapa, të cilët
për hir të së vërtetës nuk e besojnë dhe i vetmi i gënjur në këtë rast mbetet vetvetja e tij. Pra Berisha mendon se arrin të bëjë diçka kur realisht jo më që nuk bëhet fjalë misionare shenjtor, po Berisha nuk është asnjë hiç momentalisht, sepse është humbësi njëri pas tjetrës i disa herë zgjedhjeve dhe normalisht edhe pasi i ka humbur ato, nuk ka asnjë lloj morali për të qenë në krye të Partisë Demokratike, pra edhe për më tepër të opozitës shqiptare. Ai qëndron thjesht në dy poste që i ka uzurpuar, qoftë Partinë Demokratike, të cilën dihet fare mirë, ne kemi qenë dëshmitar të rrahjeve me dhunë me njëri tjetrin dhe deri tek kulisat dhe le të themi ato intrigat që bën me sistemin e drejtësisë për të marrë votën nga ish shoferi i tij. Pra për të marrë vullën e partisë nga ish shoferi i tij. Dhe Fatos, në të gjitha këto që ti po thua, çfarë mendoni se do sjellë retorika e Berishës për vjedhjen e zgjedhjeve? Mendon se do e bëj Partinë Demokratike më të fortë, do sjell një frym për të kërkuar në fund të fundit edhe atë çfarë ai synon, zgjedhje të reja parlamentare dhe një qeveri teknike, apo mund të sjell ndoshta edhe një përçarje akoma më të madhe brenda opozitës? Shiko, kjo puna e Berishës me këto vjedhjen e zgjedhjeve është si puna e tij që bërtiste ujku në përfshat. Edhe sikur Berishës t'ia kishin vjedhur hapur zgjedhjet, nuk e beson kush, sepse që nga 1991 deri më sot, Berisha sa herë nuk i ka fituar zgjedhjet, i ka quajtur të vjedhura. Sa herë i ka fituar, i ka quajtur demokratike. Tani është turp nami Zotit, sepse të llogaritësh zgjedhje lokale dhe zgjedhje qendrore, nga 91 deri më sot janë bërë mbi 20 herë dhe në të gjitha herët që Berisha ka humbur, i ka quajtur të vjedhura. Pra, retorikën e Berishës nuk e beson me askush, madje nuk e di, sepse thonë që gënje se diçka do mbetet, por në këtë rast ai aq shumë ka gënjur saqë nuk i ka mbetur asgjë, vetëm thjesht i ka mbetur ajo njolla e zezë e tij personale me këto lloj historirash të shpikura. Pra, e vodhi se vodhi. Është turp, domethënë që të flasësh në 2025-ën që Berisha ka ngelur ashtu si 35 vjet më përpara, më vodhën. Pra, në momentin kur ai ka humbur, po është i çuditshëm sepse robi duhet të njohë dhe humbjen, duhet të njohë dhe fitimin. Nuk ka lidhje, nuk do fitojmë të gjitha betejat, nuk fitohet gjithçka. Atëherë të paktën të thotë që, okay, ta pranoj faktin që e ka humbur dhe realisht të përgatitet për një tjetër të jetë më i ndershëm. Po nuk e di, domethënë duke u bërë një lloj klouni i tillë, domethënë duke e tejkaluar, edhe sikur t'ia kishin vjedhur vërtet, nuk ka për ta besuar kush Berishën. Por dikush nga ana tjetër, Fatos, do pyesë se çfarë fuqie ka sot Berisha për të detyruar Ramën që të bëjë një qeveri teknike, apo për të detyruar mazhorancën që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme, kur tashmë zgjedhjet parlamentare të 11 majit vërtetuan një mazhorancë tepër të fortë, si ajo e Ramës me 83 mandate. Domethënë, sipas kësaj bie që Rama ti thot Berishës merre pushtetin ti se nuk e dua unë. Po kjo është turp morbur, që kush mund të merret, kush mund t'i besoj këto lloj prallash. Po ç'janë këto, domethënë të Berisha humbës serial, pra njëri pas tjetrit i ka humbur votimet, të paktën nga 2013 e mbrapa vetëm humbje ka njohur dhe kjo humbje ka shkuar duke u thelluar, nuk është se është humbje që ka mbetur në njëjtin nivel, sidomos me këto të fundit ka shkuar minus 13-14%. Pra, përçarja e Partisë Demokratike, pra e opozitës shqiptare, dallohet tek fakti që Partia Socialiste ka një rritje shumë të vogël të votuesit, as 1% të votave nuk ka marrë më tepër, ndërkohë Partia Demokratike e Sali Berishës ka humbur rreth 13-14% dhe kjo 13-14% ka shkuar te partitë e vogla. Pra, Berisha e ka filluar humbjen dhe përçarjen që në atë moment, pra partitë e vogla kanë marrë pikërisht elektoratin e Sali Berishës. Dhe
ky elektorat që ja kanë marrë ata Sali Berishës e quan pra e fundosën përfundimisht. Ndërkohë, Berisha vazhdon me këto lloj historirash të kërkojë qeveri teknike, të kërkojë anullim zgjedhjesh. Si nuk mund të ketë as qeveri teknike as anullim zgjedhjesh. Turp, domethënë që i kërkon këto. Berisha në vend që të mbledh partinë e tij, të mbledh njerëzit, të analizojë humbjen dhe të mbajë përgjegjësi për humbjen, kjo që është më e rëndësishmja, atëherë vazhdon të hap rralla me qeveri teknike me këto. Berisha ka vetëm një lloj autoriteti ndaj Ramës. Këtë e kam thënë, e them dhe shqiptarët e dinë mirë. Pra, sa herë që Berisha bëhet gati për të humbur zgjedhje, shkon dhe i kërkon në Ramës ndonjë leje për ndërtim kullash në Tiranë, si mali i Tiranës tani, të cilin ka filluar ta shesi ende pa e nisur fare. Pra se i duhen parat për të shlyer faturën e lasivitës, i duhen parat për të mbajtur ato mediat e tij, i duhen parat për të bërë mburojat e tij në përgjyqje, i duhen parat për të vazhduar të përçarë shqiptarët me njëri tjetrin, i duhen parat për intrigat e tij, i duhen parat për shkatruar opozitën shqiptare dhe i duhen para për t'i dhënë sa më shumë autoritet qeverisë shqiptare. Pra, një opozitë e sëmurë dhe e dobët e bën dhe më pak të vlefshme mazhorancën, edhe pse ka fituar shumë, sepse gjithmonë opozita dhe mazhoranca duhet të bashkëtojnë në mënyrë të përsosur dhe për t'i dhënë sa më shumë shëndet politik një shteti. Po në rastin konkret ne kemi një mazhorancë e cila i ka thyer të gjitha limitet me numrin e deputetëve, pra frajsuesit të saj, dhe kemi një opozitë e cila po ikë gjithmonë poshtë në poshtë. Por megjithatë fatos, Sali Berisha duket se ka gjetur poshturës së drogës arsyen e humbjes së tij në 11 maj. Kreu i Partisë Demokratike ka sulmuar aksionin e fundit të Dias Italiane në bashkëpunim me SPAK për drogën dhe ka akuzuar njëkohësisht kreun e SPAK Altin Dumani se ka gënjyer italianët dhe ka lënë grupin e Durrësit që të vjedh votat të dielën e zgjedhjeve. Por megjithatë nga ana tjetër, doktori ka bërë sikur ka haruar dhe ju është mangur pyetjeve të gazetarëve për arestimin në këtë aksion të vëllait të bodyguardit të tij. Nuk e di çfarë tregon për ty kjo retorike Berishës dhe nga ana tjetër si e ke konsideruar ti aksionin e fundit të SPAK dhe antimafias italiane. Atëherë, ta kapim nga fillimi. Sulmin që Berisha i bën Dumanit nuk ka lidhje fare kush arrestohet për drogë, apo kush trafikon drogë, apo kush bën krime, kush vret e kush pret nëpër Shqipëri. Berisha Dumanin e sulmon për hallet e veta personale. E sulmon sepse Dumani e ka marrë të pandehur, e ka çuar përveshi, e ka çuar në gjyq. E ka çuar në gjyq për horrllëqet që Berisha ka bërë vetë gjatë kohës që ishte kryeminist, vjedhjet e hapura dhe maskaradaqet që ka bërë kur ishte vetë kryeministër. Pra, deri këtu Berisha e sulmon Dumanin për këto dhe nuk ja ndjen fare kush trafikon drogë apo kush vazhdon të bëj historira më tej se kaq. Kjo është e para. E dyta, për të vllain e bodyguardit të vet. Berisha ka treguar diçka dhe për këtë deri diku, domethënë, kjo është një nga arsyet që dhe ata militantët të cilët e ndjekin, sepse cili do që i shërben Berisha nuk e shet. Të paktën ata që i shërbejnë mirë, ata që i shërbejnë me zell, ai i mbron në mënyrë perfekte. Kemi parasysh, mos të i fillojmë të shkojmë që nga fillimi, po të kemi parasysh diku aty në vitin 97, kur Berisha ata tropojanët të cilët i shërbyen atij i vuri kundër Haklajve dhe zhduku një familje të tërë, pra zhduku burrat e familjes Haklaj, i masakroi të gjithë njëri pas tjetrit, dhe kjo ishte vetëm për shkak të besnikërisë së tij. Kemi ngjarjet pas vrasjes së Azemajdarit, kemi ngjarjet e 98-s. Të gjithë ata të cilët u angazhuan në grushtin e shtetit kundër qeverisë së ligjshme të Fatos Nanos, Berisha jo vetëm që i mbajti, por dhe i shpërbleu më së miri. Kemi një rast konkret të këtij Paro Laçit, ishte i vetmi i cili i shërbeu me zell Berishës dhe në një moment kur i hyri në pjesë, pra tek kompleksi Partizani, pra Laçi ishte presidenti i Partizanit dhe nuk donte që t'i jepte, pra t'i falte fushat e Partizanit për të ndërtuar pallate ashtu si ndërtoi Berisha, kullat që ndërtoi dhëndri Berishës. Atëherë çështje për cilën ndodhet dhe i pandehur në SPAK, atëherë Berisha e bëri jo armik, po më tepër se armik. Pra, Berisha nuk ka
asnjë lloj morali dhe nuk ka asnjë lloj parimi. Parimi i tij është kush më shërben, do bëhem copash, do ta mbroj. Kush nuk më shërben, atëherë është armiku im. Dhe kaq ka mbaruar. Fatos Mahmudaj, faleminderit që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Ndërkohë këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi, sigurisht që abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen pas pak me pas mesnate. Ju ftoj ta ndiqni.